Shkrimtari dhe gazetari i njohur Ben Blushi publikoi në faqen e tij në Facebook një shënim të shkurtër nga Izraeli, eksaktësisht nga kufiri mes Izraelit dhe tokave të pushtuara palestineze, pikërisht aty ku është vendosur autoriteti palestinez si dhe qeveria që kontrollohet nga organizata Hamas. Blushi sillte shënimin mbi foton e një prej pengjave të Hamasit që prej masakrës së 7 tetorit 2023 ende mbahet në tunelet e organizatës terroriste. Postimi i Blushit, Bring them home. Izraeli është i mbushur në çdo rrugë, në çdo lagje dhe në çdo xham me fotografi të pengjave që Hamasi rrëmbeu më 7 tetor 2023. Njerëzit i kërkojnë qeverisë kthimin e tyre në shtëpi. Nga 247 rrëmbyer burra, gra, fëmijë dhe pleq, 58 nuk janë kthyer ende dhe kjo është arsyeja që lufta e dhimbshme e Gazës nuk mbyllet. Terroristët e Hamasit e mbajnë konfliktin hapur duke fshehur pengje civile në tunelet e errta dhe të pafundme të Gazës. Njëri nga ata që ende nuk është kthyer quhet Matan Zangauker, 25 vjeç, i cili u rrëmbye bashkë me të dashurën nga një kibuc që u sulmua nga terroristët gati 600 ditë më parë. Unë pash fotografinë e tij në banakun e një kioske në afërsitë kufirit mes Izraelit dhe Gazës, ku ndalova për të blerë një hamburger dhe një shishe ujë. Duke ndjekur vijën e gjatë atij kufirit përgjakur nga kushdo çast vijnë zhurmat e bombardimeve sporadike, ndalova dhe vendosa hamburgerin tim bashkë me ujin mbi fotografinë e tij të printuar siç bënin shumë njerëz para meje. Kështu është jeta e përditshme në Izrael, trishtimi i kësaj lufte që nuk po mbyllet, ndahet në çdo tavolinë, në çdo shtëpi dhe në çdo familje me bukë dhe me ujë. Kaq ishte shënimi i Blushit, i cili menjëherë ka ngjallur një reagim nga ata që në publikun shqiptar njihen si përkrasit më të zellshëm të çështjes palestineze, të cilët janë ndarë në dy pjesë, ajo laike dhe religjioze. Në pjesën laike janë kryesisht grupe politikisht të majta dhe shoqëri civile, kurse në pjesën religjioze hyn besimtar ose klerik musliman të njohur në publik. Një nga këta është Justinian Topulli, një zë i njohur në Mezhlisin Publik të Muslimanëve, i shkolluar për teologji që përdor kryesisht një gjuhë të qetë dhe argumentuese. Topulli, i cili ka qenë edhe kryetari i shoqatës hoxhallarëve, është një kundërshtar i fortë i drejtuesve të komunitetit musliman shqiptar. Në një postim të tij, Topulli e shfrenon gjuhën ndaj Ben Blushit, duke e konsideruar siç bëjnë shpesh pjesë nga radha e xhamatit në rrjet kundër çdo personi që ata i quajnë qafir, pra jo besimtar. Postimi i Justinian Topullit. Lëpirja është vesi pështirë, por ja që disa e shijojnë tmerrsisht atë, sidomos ajo që bëhet me llap. Nuk e di çfarë shije allahtar duhet kenë të tillë njerëz që ekzistojnë duke përlarë gjakun e fëmijëve të Gazës nga çizmet e ndyra të sionistëve. Me siguri ky është ndonjë mutacion atavik që trashëgohet ose shpërblehet mirë, si lustraxhi ndoshta apo larës që ne fesh para do kohësh beni që secën vet çirrej si në kohën e një qoftë largut për disa patriotë që pranuan qeverisinë të vendit në pushtimin fashist, duke ripërsëritur me patosin e dikurshëm fletrufem për kolaboracionistët. Ndërkohë siç duket vetë ka të i kaluar tashmë këtë stad llaposjeje në një më poshtë. Ndaj as mos u habisni pse në skëter disa do të mbushin barkun me qelpsira sepse u shkon për shtat karakterit të fliqur që kanë që në këtë dynja ngordhsh aty ku je. Në komentet poshtë postimit të Justinian Efendiut, një hoxh tjetër që është edhe një tip analisti në publik shkruan pa jo dridhur qerpiku, amin. Pra të ngordh përkatësisht të vdes Ben Blushi, vetëm sepse ata nuk ja pëlqejnë një mendim apo postim që ai e ka vënë në faqen e tij personale. Dhe e bukura është se këta e mbajnë veten për klerik. A mundet një klerik të uroj vdekjen kur dihet se ai nuk është thjesht një mallkim, por një kërcënim i pastër që i kërkohet ndjekësit, besimtarit, sepse del nga goja e një udhëheqësi shpirtëror? As Jusi e as hoxha publicist i djathtë që thot amin, në realitet nuk janë vetmit që kanë këtë qasje, pasi ka një propagandë të gjerë dhe mediatike ndaj situatës në Gaza, krimeve të tmerrshme atje, por edhe Hamasit. Këta as nuk e përmendin Hamasin, as nuk flasin për shtatetorin dhe lebetinë e frikshme të komandove me mjekër që vranë me breshëri Kallashnikovi me gjak të ftohtë, vajza e djem që kishin shkuar në një fest diku në kufi me Gazën pranë detit Mesdhe, ku i sharruan me Kalashnikov vetëm se kështu i kishte urdhëruar Yahya Sinvar, kreu famkeq i Hamasit që urdhrin e kishte marrë nga Irani e ky i fundit nga Rusia. E ka shumë gjansa edhe me qarqe të tjera, ndoshta edhe me Netanyahu vet. Ish kryeministri izraelit Ehud Olmert, një nga generalët e njohur që ka qenë pjesë e Likud dhe më pas krijoi Kadiman, një parti e qendrës me të ndjerin Ariel Sharon, ka dhënë një intervistë për të përditshme në Corriere della Sera, ku i cilëson vrasjet e civilëve në Gaza si krime lufte në formë eksplicite. Por Olmert nuk është i vetmi, në Izrael ka një opinion të gjerë publik, media dhe intelektual që kërkojnë paqe. Është vrarë një kryeministër në detyrë i Izraelit si Yitzhak Rabin, fill pas firmosjes së paqes me Yasser Arafatin. Rabin ka qenë një nga sionistët e parë, të lindur e të rritur në Jeruzalemin e vjetër nën perandorinë osmane e më pas ato britanike. Pjesë e luftës kundër britanikëve, më pas kundër arabëve, ku u bë kryegenerali i ushtrisë së shtetit të Izraelit. Ndërkaq lobi që e drejton aktualisht Izraelin nuk janë sionist, por mesianik, që kërkojnë një Izrael si në librat e shenjtë. Babai i Netanyahut, historian dhe teolog i njohur, ka shkruar se kufijtë natyral të Izraelit janë nga Mesdheu në Eufrat. Këto gjëra diskutohen për ditë në mediat botërore dhe brenda në Izrael natyrisht, por jo tek ne, pasi palestinezët klerikale fetar përdorin vetëm gjuhë urrejtje kundër sionistëve, dhe duken të gjithë si Fred Sako dhe si Arianit Slamniku nga Kosova që merren me teori konspirative.
Ka një gjë shumë të qartë tek pro-palestinezët shqiptar që kanë të njëjtën gjumë me Erdoganin dhe politikanët e AKP-s në Turqi. Ata nuk flasin fare për shtetorin dhe për Hamasin, pasi e konsiderojnë një organizatë rezistente njëjtë si Turqia, e cila i financon këta analistë dhe ekspertë të lindjes së mesme që kanë pushtuar televizionet. Por edhe pse nuk pushojnë së shkruarjes së dalurin në televizion, askush nuk i dëgjon sepse nuk kanë verb, s'kan argument, vetëm propagandë klishe. Ndaj tmerrohen nga një postim i autorëve të tjerë si Ben Blushi, që ka një audiencë të madhe në publik. Shefat e tyre në shërbimet sekrete që përkrajnë Hamasin duket u kanë dhënë ultimatum, s'ka replik, thjesht kërcënoheni me vdekje dhe e bën, madje me pikë çuditëse.